Të dashur miq, jam këtu me Agim Krasniqin, kryetarin e partisë Iniciativa Qytetare Prishtina në dorën tone. Përshëndetje. Përshëndetje edhe juve. Unë e thash Iniciativa Qytetare Prishtina në dorën tone. Ka lindi kjo ide, ky emër, që fillojna me këto. Lindi sepse duke pas parasysh formën e qeverisë që vinë nga subjektet politike, në këtë rast nga partitë politike, atëherë dashta që me kolegët e mi, me miqtë e mi cilët e kemi formuar grupin apo listën për asamble, të ofrojmë diçka ndryshe nga partitë politike, sepse kryesisht interesat e subjekteve politike mbrohen përmes qeverisjes, interesat individuale, duke kriju favore të ndryshme, shumë të tjera cilat për tani do të kisha thënë vetëm kaq. Agim, unë e thamë se ti je një njeri i njoftur edhe për opinioni, nuk je një njeri dhe me thonë që ke dalë sot. Një profesor, ose një pedagog, ose çfarë do që të quaj, pse në politikë? Përvoja ime 20 vjeçare në institucionet publike, jeta ime akademike, sepse kam botuar 6 libra, një nga librat është edhe qeverisja lokale, vetëm për t'i dhënë kontribut qytetit tonë, për të qeverisur më mirë, por njëkohësisht edhe për t'i shtyrë disa politika publike të cilat shkojnë direkt në interesat e qytetarëve, jo të akterëve të ndryshëm politik. Çka kime ndryshu në Prishtinë nëse fiton? Hapi parë. Programi ynë qeverisës bazohet në 5 shtylla. 2 shtyllat kryesore, po i quaj ashtu, përveç të tjerave, është arsimi dhe plani urbanistik zhvillimor i Prishtinës për t'i ndërprerë të gjitha ndërtimet pa një plan mirëfillt urbanistik, sidomos në lagjen e muhaxherëve dhe Prishtinën e re. Ne kemi pa një ndërtim të egër pa plotësuar standardet minimale se si duhet të kishte një lagje që është afër qendrës Prishtinës, e që kjo lagje do të ishte një refleksion i një kryeshteti tamam modern perëndimor. Kështu siç është duke ndërtuar i gjason edhe përkundër objekteve të bukura që po bën, mirë po organizimi infrastrukturor i gjason shteteve, domethënë të Azisë apo të Afrikës. Në arsim, e ceke dhe arsimin, çka kime ba në arsim? E para do t'i kthehet autoriteti mësuesit, sepse pak autoritet mësuesit edhe vetë nxënësit nuk janë të interesuar shumë të mësojnë. Kjo ndikon direkt në cilësinë e mësimdhënies, po njëkohësisht edhe mësimdhënies. Pastaj politikat të cilat janë ndjekë deri tani kanë qenë tërësisht të gabueshme, sepse shumë investimet cilat janë bërë në arsim apo janë dedikuar arsimit nuk kanë shkuar në vendin e duhur, dhe se shpesher ato edhe ndoshta edhe janë keq përdorur në kuptimin e shpenzimeve të tyre, sepse vetë fakti i raportit auditorit 3 vite radhazi ka gjetë vrejtje, vrejtje të rënda të abuzimit me paranë publike, ja për të kuptuar që kjo ka ndikuar edhe në investimet në arsim që faktikisht edhe do të ndikonte në cilësinë e mësimdhënies apo cilësinë e arsimit përgjithësi. A do të votoni ose a do të përkrani projekte për qerdhje dhe sa qerdhje do i bani në rrena Prishtinës nëse ju jeni në qeveri? Unë kam udhëhequr sektorin e qerdhjeve dhe kopshte në Ministrinë e Arsimit, sepse jam punëtor në Ministrinë e Arsimit, zyrtar, dhe e di saktë se ku çalon ky sektor. Po e marrim një shembull, janë dhënë 18.600.000 euro nga Fondi Monetar Ndërkombëtar pikërisht për fëmijërinë e hershme dhe akoma nuk e kemi një raport financiar të atyre shpenzime publik se ka kanë shku ato mjete. Janë ndërtu 3-4 qerdhe në komunën e Prishtinës, ndërsa nevoja është jetike. 69
institucionet arsimit privat funksionojnë në komunën e Prishtinës, nën prej tyre një është privat o publik, ndërsa 8 të tjera janë me bazën komunitet, dhe kjo është një diskriminim që ju bërt fillimisht prindve, fëmijëve, po njëkohësisht edhe këtyre institucioneve, sepse në pamundësi që prind të paguajnë çmime të larta të qerdheve, dikun 250 euro mund të jetë pagesa për një fëmijë, apo edhe ndoshta 150 e tutje ka raste, është një ngarkesë për prindrit, sepse me një pagë e cila dihet paga mesatare në Kosovë cila është e pabërballueshme për ata prind që vërtet fëmijët e tyre domthonjë të trajtohen në mënyrë të barabartë. Komuna këtu ka vepruar simas bindjeve, simas subjekte politike, sepse në periudhën kur ka qeverisë lëvizja vetëvendosje janë hapur 7 qerdhe me bazë komunitet, kur ka qeverisë LDK është hap 1 qerdhe me partneritet publiko-privat, ndërsa ku janë qerdhe tjera të cilat nuk janë mbështet nga komuna fare, dhe kjo ne si subjekt garues këtë garë, në programin tonë qeverisës do ta kemi pikën kyçe ngritjen e gjitha mundësive që këto institucionet të arsimit parafillor dhe parashkollor të trajtohen dhe barabartë. A keni vijat kuqe me ndonjë parti politike? Ne nuk kemi vijat kuqe, kemi vijat kuqe vetëm për ato subjekte të cilat nuk qeverisin në interes publik. Cilat janë fjalët e para që ja ke thënë çdo kandidati për asamble? Lista jonë janë personalitete që vinë nga jeta publike, të gjithë janë të punësuar, janë të ndershëm, dhe fjala e parë që ju kam thënë, që votat kërkohet me ndershmëri, pa fyrje, pa sharje, pa ndonjë përplasje partijake, mirë po bisedohet me qytetarë, të ofrohet programi jonë, për fat keq ne nuk po kemi hapësirë nëpër mediat domthonjë vizive, siç janë disa televizione kyçe në Kosovë, nuk po naftojnë, nuk i di arsyet, mirë po na neglizhojnë, po e kemi vështirë që të deportojmë tek opinioni publik, tek votuesi që të ofrojmë programin tonë, vetëm kështu përmes takimeve sporadike po i quaj, po kemë mundësi që t'ju tregojmë se çka kemi ne në programin tonë. Çfarë mesazhi ju kishte dhënë gjithë njerëzve? Votoni ata cilët janë të interesuar për mirëqenien tuaj, jo për ata që janë të interesuar që përmes votës tuaj, qeverisës në emrin tuaj të keq përdorin dhe të krijojnë përfitime materiale dhe forma të tjera të favorizimeve që u bëjnë klienteles apo formave të tjera të manipulimit të pushtetit. Domethënë ti nuk je sikur parti tjera, për mja pagu rrymën, mja pagu bordlokin, frizerkën, turshit, domethënë ti si bank të premtime. Ekzistojnë kategoritë sociale të cilat i merr përsipër edhe niveli qendror, por edhe niveli lokal. Ne do t'i përfillim gjitha ato të drejta të cilat këto kategori i kanë të garantuara me ligj, por jo me marrin veprime, për shembull siç këtë rast e kryetari i komunës aktuale mori për trafikun urban ku i largojmë nga pagesa disa kategori. Kjo është sa për fushat, në momentin që kalojnë zgjedhjet, kjo nuk mund të realizohet sepse nuk është bërë me një plan afatgjatë strategjik që vërtet do të arsyetojë kjo formë. Kjo është manipuluese dhe shpresoj që do ta paraqes edhe për opinionit publik përmes shkrimeve dhe formave të tjera që vërtet mos manipulohen qitet vota për një 80 cent apo 50 cent sa kushton një bilet e trafikut. E ne ju urojna suksese në zgjedhje, ju të dashur miq që rrini me neve sepse gjanat e mira, se veç na Kosova Info ju informon për çdo gjë.